Territori i Kosovës për datën 15 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë mot merreshje të dendura shiu në shumicën e territorit. Paraditja do të jetë merreshje të përhapura ndërsa pasditja vijon merreshje intensive në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 15 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:26 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:13 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 10 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 11 gradë Celsius. Skënderaj 0 deri në 10 gradë Celsius. Pej 2 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov 3 deri në 10 gradë Celsius. Malishev 1 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan 1 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 2 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 1 deri në 12 gradë Celsius. Suharek 3 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 2 deri në 12 gradë Celsius.